Tani keni me thonë pse unë i përmendi. Në fakt i përmendi pse janë të mallkuar nga Zoti, jo nga unë. Janë ata që na i sjellin të gjitha këqijat neve në Maqedoni. Nuk janë bereqet i mirë, sikur të kishin qenë bereqet i mirë. Zoti do ta kishte ndihmuar dhe shëruar në Egjipt dragën. Prandaj Nikola Pashiqu për kujdes dhe e dërgojnë në Vjenë për ta shëruar nga sëmundja. Kushdo që e përdor emrin e Zotit për interesat huaja politike, për ëndra utopike, për sheriat e kalifat Stambolli, Bagdadi apo Teherani, Zoti nuk është në orën e tyre, as në dynja e as në ahiret. Betejat i kanë të humbura prej përpara, por marrin në qafë dhe shumë qytetarë shqiptar të pa informuar me menduar për bashkimin e trojeve, shteteve shqiptare në një shtet për shkak se një ditë do të vjen Imam Mehdiu i Teheranit te xhamia e Tabakëve në Tiranë, dhe se Zoti e ka kurdisur xhenetin për neve, ta dini se ditën kur do t'i palojmë këmbët, do ta shohim dhe kuptojmë se kem qenë të mashtuar.